Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka udhëtuar zyrtarisht në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku do të marrë pjesë në samitin botëror të qeverisjes për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të promovuar vizionin e Kosovës për zhvillim dhe inovacion. Presidenti Osmani në këtë samit është ftuar nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, lart madhëria e tij Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Në samit do të marrin pjesë edhe shumë lider nga mbar bota me të cilët presidentja do të ketë takime bilaterale për të diskutuar mundësi bashkëpunimi dhe projekte të përbashkëta strategjike. Gjatë vizitës, presidentja Osmani do të marrë pjesë në sesione kyçe të samitit, ku do të mbajë ndër fjalimet kryesore. Ajo gjithashtu do të marrë pjesë në sesione të ndryshme të forumit dhe treza tematike. Samiti botëror i qeverisjes shërbel si një platformë globale që bashkon liderë organizata ndërkombëtare e kompani për të diskutuar të ardhmen e qeverisjes dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Isa Mustafa i quan narrativ shumë të ulët se ka qenë i përfshirë në çfarëdo përpjekje të pretenduar për minimin e pozitës së Abdixhikut si drejtues i LDK-s. Krejt çështjet në lidhje me këtë parti, Mustafa thotë se i ka përcjellur në media dhe se s'ka qenë pjesë e asnjë takimi apo tubimi të LDK-s. Për drejtimin e partisë vazhdon të thotë, nuk ka mendim se as motive interes të involvohet. Është një narrativ shumë e ulët, pas një argument, por me qëllime të dëmshme. Unë nuk ja kam humbur zgjedhjet Abdixhikut që të organizoj komplot ndaj tij. Ai ka humbur dhe më vjen keq sepse është LDK-ja në pikpyetje. Ka dalë publikisht dhe e ka pranuar përgjegjësinë për humbjen. Ka paralajmëruar dorëheqjen dhe e ka thirrë kuvendin. Këtë procedurë unë e kam përcjellë në televizor dhe në portale askund nuk jam kyçur sepse në vitin 2021 jam dorëhequr nga të gjitha pozitat në LDK. Nga jo kohë s'ka marrë pjesë në asnjë takime as tubim të LDK-s. Le të dalë një delegat i këtij kuvendie të dëshmojë se unë kam kërkuar ta rrëzoj Abdixhikun apo të punoj kundër tij, atëherë unë përgjigjem, tha Isa Mustafa. Unë jam shprehur publikisht se dorëheqja është akt etik demokratik në kuptimin se rezultati krijon pasoja pozitive apo negative, sepse kështu kam vepruar vetë. Unë nuk kam grup në LDK, kam bashkëpunuar me të gjithë, me ata që më kanë dashur dhe s'më kanë dashur. Një kryetar të degëve të komunave, antarët e kryesisë, një shumë veprimtar në terren, sepse kam punuar me të gjithë. Asnjëri në LDK s'është njeri i mi, por me shumicën ndërmuese kam punuar. Disa kam promovuar në pozita dhe gëzoj respekt reciprok. S'kam asnjë motiv dhe interes të involvohem në çështje se kush do të drejtoj partinë. Jam i interesuar maksimalisht që LDK-ja të forcohet, të fitojë. Këtë interesim s'ma ndal asnjë prej këtyre miranëve që projektojnë komplote dhe prodhojnë armiq. Merrem me vetveten, s'kam guxim të bëj opozit, tha Mustafa. Për emrin e përveçëm të Lumir Abdixhikut, Mustafa rikujton se vetë ai në vitin 2017 e kishte sjellë në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në LDK në qeverinë Kurti I ishte bërë ministër dhe dëshiroi të sqarojë se unë e kam sjellë Lumir në LDK në vitin 2017, ka fituar për deputet, është bërë ministër nga LDK-ja në qeverinë Kurti I. Pasi kam dhënë ndërheqjen, nuk e kam propozuar asnjë kandidat për kryetar, kam vlerësuar se propozimet i bëjnë ata që vazhdojnë punën. Ai dhe Lutfi Haziri kanë ngaruar në vullnetin e tyre, nuk ka qenë komplot kundër meje. Edhe tani ka të drejtë të garoj kush të dojë me vullnetin e tij. Për mua është e rëndësishme LDK-ja, as Abdixhiku as Hoti, ata dhe të tjerët i nënshtrohen interesave të LDK-s, jo LDK-ja interesave të tyre, tha në këtë reagim Mustafa.